Mirdita, mundet që kjo situatë e ndërlikuar tani të jetë një world reset? Çdo të thot world reset, tani po ja u tregoj. Është një diskutim le të themi konspiracionist. Merreni kështu, por dëgjojeni me vëmendje deri në fund dhe do dëshiroja një koment tuaj sepse sot dëshiroj që ju të jeni protagonistë që të më thoni se çfarë po ndodh, të më ndihmoni. Dhe do t'ju them se çfarë mendoj unë. Atëre, siç e keni parë, Amerika kundër Venezuelës. Dje u hap përplasja mes Tajlandjes dhe Kambodgjës. Evropa është kundër Rusisë. Nga ana tjetër kemi që vazhdon ende problemi me Palestinën, mes Palestinës dhe Izraelit. Dhe njëkohësisht këtej nga ana tjetër Turqia kërkon që të mbajë ekuilibrat me Sirinë, me Kurdistanin e tjerë, me të gjitha këto zonat përreth, sepse është BRICS-i nga ajo anë që mundohet që të mbajë, pra BRICS-i që është Rusia, Kina dhe njëkohësisht edhe Turqia. Pra mundohen që të mbajnë ekuilibër, por çfarë po ndodh, sepse ky është problemi kryesor. Atëherë, pikë së pari, unë mendoj që të gjitha këto lëvizje janë lëvizje gjeopolitike, sepse për të përfituar nga projekti ose nga Agenda 2030. Çdo të thotë kjo, sepse duhet që stabilizohet, pra të ketë një reset të jo vetëm të botës, por edhe të popullatës. Tani, çfarë është ky reseti? Thashësh, ky është mendimi im, pastaj do të dëshiroja një komentin tuaj. Reseti është një kontroll total i popullatave në botë, kontrolli total në çdo aspekt. Pra, për sa i përket monedhës, që të jetë monedha digjitale dhe jo ajo cash, të jetë kontroll i popullatës dhe vetë popullit, pra që të jenë të gjithë të barabartë në të gjitha zonat. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi çdo gjë, pra duke zbatuar Agenda 2030. Në fakt, askush nuk e shpjegon që pse afrikanët vijnë këtu, pra vinë në Evropë, shpërndahen në Evropë, vetë afrikanët tonë nuk e di pse më thanë që tiki të marrë çfarë të kemë edhe tiki në Evropë. Pra sepse kjo duhet kuptuar. Sepse po ndodhte e njëjta gjë që ndodhte në Amerikë, në kontinentin amerikan, disa vite më parë, ku Amerigo Vespucci shkoi dhe e quajti Amerikën Amerikë. Në fakt edhe Venezuelën e quajti Venecia e vogël, sepse Amerigo Vespucci e kishte kuptuar që ishte një tjetër kontinent, ndërsa ky Kristofor Kolombi nuk e kishte kuptuar. Në fakt ai e quajti indianët e Amerikës, por nuk ishin indianët, ai kujtoi se ishin indianë të Indis. Dhe ndaj dhe sot quhen indian. Pra çfarë ndodhi atëherë? Ndodhi që duhej të popullohej një kontinent tjetër. Në fakt, gjithë pothuajse pjesa dërmuese e Amerikës janë evropian. Ndonse i quajnë amerikan, por i quajtën Amerikë nga Mülleri, gjeografi gjerman që për nder të Amerigo Vespucci e quajti Amerikën Amerikë. Por pjesa dërmuese e amerikanëve janë evropian. Në fakt, ose spanjoll. Spanjoll sepse pjesa dërmuese, sepse Amerigo Vespucci kur vajti që kërkoi para nga në Venecia, nga mbreti i atëhershëm, pra nuk i dhanë dhe ai shkoi në Spanjë. I dhanë spanjoll dhe pjesa dërmuese janë spanjoll, sot flasin spanjisht, pra në Amerikë. Dhe po thoshja, sot bëhet një lëvizje e madhe, pra atë që mendoj unë nga Donald Trumpi, për të mbledhur të gjitha këto popullata dhe për të bërë një Amerikë të përbashkët, për të bërë një reset total të popullatës, pra në kontinentet amerikane, atë të jugut dhe atë të veriut. Dhe njëkohësisht atë që kërkon dhe bota ja lën që ta bëj tani, për mendimin tim, ja lën që ta bëj ai Donald Trumpi, sepse sidoqoftë deri në vitin 2030 duhet që të zbatohet ky ligj, pra ligji që në fshehtësi, që të bëhet një reset total i botës, por nëse keni vënë re, pra gjithë janë kundër Rusisë dhe askush nuk e kupton që pse.
sepse kërkon dipendencën Ukraina. Kujt i pëlqiti këtej nga Evropa apo nga vende tjera që kërkon dipendencën ajo Ukraina? Ta zgjidhin mes tyre. Po jo, sepse duhet që dal nga dal të humbin fuqin, pra shtetet e mëdha. Mirë po, çfarë bëri Putin? Putin bëri BRICS-in, së bashku me Kinën, me Turqinë e tjerë. Dhe të gjitha këto e mbajnë në këmbë ende situatën. Por, me kalimin e kohës, duhet që të bëhet një reset total. Pra reseti i të gjitha popullatave, sepse për shembull ka disa zona, qoftë në kontinentin Evropës, por qoftë në Azi, madje edhe në Afrikë, në vende të tjera, që nuk janë të banuara. Pra nuk janë të populluara. Dhe popullata është e përqindruar vetëm në disa zona. Dhe kjo është një periudhë që do kaloj për vite me radhë të një reseti të shteteve dhe njëkohësisht të popullatës. Pra ky është mendimi im, sepse nuk kuptohet që pse tani në këtë periudhë krejt papritur kemi jetuar në një paqe totale dhe krejt papritur ne gjendemi në një situatë vërtet të pakontrollueshme nga të gjitha shtetet në të gjitha vendet. Siç ju thash, situata filloi dal nga dal në çdo vend, sepse filloi që nga vitet ishte më përpara, por ajo që bëri më shumë buj ishte pasi ran vendet komuniste. Për shembull, kur problemi i ish Jugosllavisë. Ish Jugosllavia, çfarë bën ata? I dhan para $200 milion Titos për të mbledhur Jugoslavinë, sepse i duhej. Sepse po të ishin të ndarë njëri me tjetrin, kishin supremaci më të fortë, ishin më të fortë sepse ishin më të kontrolluar dhe i kishin në rrënjë kontrollin. Pra Jugoslavia. Por duke i mbledhur ishin të gjithë të rinj. Dhe ai që i mblodhi ishte Tito. Dhe pas i mblodhi Tito, i than Titos tani duhet ta shpërbash, ti ndash ato kantonet, rajonet. Ai nuk donte ta bënte, ja hodhën edhe vdiq nga kanceri. Si përfundim e morën e çan pjesë, sepse po të kishte forcë Serbia akoma ende sot, nuk do futej dikush, as Evropa nuk do futej dot në Evropë, as Evropa nuk do bashkoj dot. Pra nuk do të kishte Evropë, Bashkimi Evropian. Sepse kishte forcë të madhe me Rusinë. Pra Greqinë e kishin rregulluar më përpara, pra e ndërtuan nga vitet 1900, sepse në vitin 1900 u bë hyrjet i madh. U than, këtu do bëhet një vend që do jetë vetëm ortodoks. Kush do qëndroj brenda territorit grek, duhet të shpallet ortodoks. Ndryshe, duhet iki që këtu. Pra, ndodhen, po ta shikoni, hap pas hapi, disa gjëra që të arrinim deri këtu, dhe tani është momenti deciziv, sepse zhvillimi i madh që po vjen, duhet me se s'bën që të jetë një reset i madh me një kontroll total në çdo aspekt të tokave, të popullatës, të çdo gjëje dhe të device-ve, pra të inteligjencës artificiale, e cila do jetë në një regji vetme, por nuk do jetë vetëm për telefona, por edhe në jetën tonë të përditshme në çdo cep, në rrugë, në makina, në fabrika, në punë, në çdo gjë. Dhe kjo duhet të ketë një kontroll total. Kush do ta bëj kontrollin? Bariu. Kështu që unë ja u thash tani se kush është Bariu, gjejeni vet, por doja t'ju pyesja, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Mund të jetë vërtet kjo që ju tregova? Pres komentet tuaja, sepse nuk na zgjumi mos bëhet ndonjë lëvizje madhe. Sepse nuk besoj sepse askujt nuk i intereson që të bëhet një lëvizje madhe. Por megjithatë, pra lufte kam fjalën, por megjithatë do dëshira një mendimin tuaj. Ju çfarë mendimi keni për këto që ju thash? Mundet që ky të jetë një reset i madh, ashtu siç mendojnë disa ekspert, ose siç e mendoj unë? Hajde, kalofshi bukur, ditë mbar.